Si që përmendët edhe jo ndodhëm këtu në qytetin e Prizrenit, ku aktualisht ndodhëm në qendrën e kompetencave 11 marsi, e cila është edhe një ndër qendrat më të mëdha në këtë qytet. Në qytetin e Prizrenit të drejtë vote ka rreth 184.671 persona, ndër kaq në Prizren gjithashtu janë 76 qendra votimit të rregullt dhe një qendër e votimit me kusht. Po për të parë se si ka shkuar procesi deri më tani dhe a zhvilluar çdo gjë në rregull në këtë qendër në të cilën ne po qëndrojmë aktualisht së bashku me operatorin Diamant Berisha, këtu pranë vetës kam edhe menaxherin e qendrës, i cili do të na jap detaje pak më shumë se si ka shkuar procesi. I nderuar, a ka filluar çdo gjë me kohë dhe si po shkon procesi? Përshëndetje, se pari i përshëndes gjithë shiquesit e juaj. Procesi ka shkuar gjithçka në rregull, do të thotë ka filluar në ora 7, gjithë përgatitjet janë bërë sipas kritereve të parapara. Prej KQZ-s ka interesim të votuesve, është kon interesante çysh para 7-ve na kanë ardhur të votues, do të thotë probleme nuk ka të theksuar, komisionerët janë dhe gjithçka është okay. Krahasuar me herët të kaluara, a qëndron më mirë, po e them ashtu, interesimi i qytetarëve? Pothuajse njëjtë, do të thotë më mirë, po pothuajse njëjtë. A pritni na jemi, do të thotë, si edhe këtu kjo qendra më e madhe, do të thotë, e votimit në komunën e Prizrenit. Do të thotë nëmbron mbi 8230 e diçka votues. Sa vend votime ka këtu? 9 vend votime. A pritni që gjatë ditës, po e them ashtu, të rritet interesimi i votuesve dhe të përmbyllet procesi në mënyrë më të mirë të mundshme? Po, këtu gjithmonë ka pas një vend votues. Edhe gjithmonë që disa herë që jam këtu, do të thotë që disa nuk ka ndonjë problem, shkon gjithçka mirë. I nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve, faleminderit. Atëherë, si që pat këtu pranë vetës, kisha menaxherin e kësaj qendra, pra menaxherin e qendrës më të madhe këtu në qytetin e Prizrenit, ku ai bëri të ditur se çdo gjë ka filluar me kohë, pra në orën 7 dhe se ka pasur interesim të qytetarëve edhe para hapjes së vendvotimeve. Së bashku me operatorin Diamantin do të qëndrojmë në Prizren gjatë tërë ditës, mirëpo edhe në komuna të tjera të këtij rajoni, andaj ju ftoj të qëndroni së bashku me ne. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, kisha kalu linjën tek ju në studio.